ka shumë shpresë të kjo lutje madhështore. Kur Krishti ne pyetën, na mëso si të lutemi. Krishti mësoi si të luten. Edhe kjo është, shiko, do t'i kaloj shumë shpejt se kjo është mund të shkonte një seri e tërë, po hajde shohim shumë shkurt gjëra. Dhe para aty ynë që je në qiell. Kjo t'jep shpresë. Kjo t'jep shpresë. Aty ynë është yni. Është imi, është personal. Është Perëndi që është plot dashuria, ai s'do të na braktis. Shkrimi thotë edhe sikur gjithë braktisin, Perëndia nuk do të braktisë. Edhe kur ndihesh vetëm ose i braktisur apo i lëm pas dore dhe kjo prodhon mungesë shpresë, kujtoj që aty është në qiell. Ai shikon gjithkohës, ai është me ty gjithkohës. Ai na do gjithkohës, na do pa kushte. Krishti e përdori këtë gjë për herë të parë në këtë lutje, që u drejtua Perëndisë si atë. Është momenti i parë. Edhe në mësoj neve, e bëra unë së pari, këtë bëni gjithë ju. Kur drejtojeni Perëndisë, drejtojeni si ati ynë. Edhe dyta, u shejtëroft emri yt. Duke sigur, shejtëria e ti, fuqia e Perëndisë, është më e madhe se çdo lloj problemi. Është më e madhe. Ka fuqi, kur jeta del jashtë kontrollit, ka fuqi në emrin e tij. Ka fuqi në emrin e Jezusit, ka fuqi kur të lot në një hall gjërat dalin jashtë kontrollit apo bën ai aksident apo çfarë do lloj. Kush emër të vjen në mendje së pari? Këto marrësh telefon. E sigurt çuna thon mami, e sigurt që goca thon babi, apo në shok apo në simas rastit, por letë emri i fuqisë, emri i fuqishëm, emri Jezus. Thërrit emrin Jezus gjithashtu, edhe radhitet të parin, ka fuqi, edhe të mbush me shpresë kur e shikon se sa i fuqishëm është emri i Perëndisë. Edhe e treta është ardh mbretëria jote. Edhe kjo na kujton çfarë? Perëndia bën, edhe një vargje që kemi kujtuar së fundmi, Romakëve 8 që thotë, Perëndia bën që gjithë gjërat bashkë veprojnë për mirë, për drejt planit të tij. Kështu që kur ndihesh konfuz, pa shpresë, besoj planit Perëndisë. Madje edhe ai ka mënyrën e tij që edhe gafat tona, gabimet tona i bën që të bashkëveprojmë për mirë për gjithë ata që zgjedhin të besojnë atij. Edhe plani i Perëndisë, plani i madh është mbretëria e Perëndisë. Jezusi erdhi dhe e filloi mbretërinë e Perëndisë para 2000 vjetëve kur erdhi e stabilizoi mbretërinë e Perëndisë dhe nga ajo ditë mbretëria e tij ka vetëm rritje, edhe ky është qëllimi i tij. Të jetojmë për mbretërinë e tij, të kërkojmë mbretërinë e tij së pari, edhe është mos kërko nxitja ime do ishte sidomos për brezin e ri, mos kërko Zot më largo nga ky vend. Jo, kërko diçka specifike, Zot, cila është thirrja jote për mua, cili është plani jot për mua, çka ke ti që më ke sjell në tokë, edhe më ke krijuar dhe më ke vendos, a është këtu, a është atje, është më oriento ti, ma trego ti, edhe nëse Perëndia do që të rish këtu, rri këtu dhe jep maksimumin. Nëse besoj që Perëndia po drejton, kërkoj atij, Zot, hap dyer, aty ku duket se s'ka dyer, por ama kudo që ti je, ti ke sigurinë. Edhe e di që Perëndia do bëjë që gjithë gjërat do bashkëveprojnë për mirë. Edhe katërta, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Edhe e vërteta është që Zoti ka një qëllim të madh, sidomos kur ne kalojmë momente të vështira, momente zi apo fatkeqësia apo një gjë të rëndë, apo çfarë do gjë edhe ndihesh që zemra është botcopash edhe nuk i kupton gjërat. Lutu kështu. Vullneti yt u bëf në tokë si në qiell. Nuk di ta shpjegoj, ama e di që ti e di, edhe kërkoj që vullneti jot bëhet. Edhe e di pse lutemi kështu, sepse vullneti i Perëndisë nuk bëhet gjithmonë në tokë. Në qiell bëhet gjithmonë, në tokë nuk bëhet gjithmonë. Prandaj Krishti na mësoi lutuni që vullneti i Perëndisë të bëhet, të ndodhë në tokë, ashtu siç ndodh në qiell. Edhe kur lutesh në këtë gjë dhe është si lutje dorëzimi, Zoti bë vullneti jot. Kjo t'jep shpresë. Edhe pesta është bukën tonë përditshme na jep sot. Edhe Perëndia ka premtuar çfarë? Që do i plotësoj nevojat tona. Ku e gjem? E gjem te Filipianëve, ai thot, ai që dha Krishtin, si nuk do të na jap të gjërat e tjera? Ai që dha gjë më të shtrejtë birin e vet, si s'do plotësoj këto gjërat e tjera? Por ama, duke sigur Perëndia do që të kemi varësi të përditshme me të. Pse nuk tha, lutuni, Zot na jep bukën e kësaj jave.
Zot na jep bukën e këtij muaji, je që je, ana jep gjithë të vitit. Jo, thot bukën tonë të përditshme na jep sot sepse do që ne ta ndjejmë nevojën e varësisë së përditshme me Perëndin. Edhe tjetra është edhe kjo kur ti e di që ai do siguroj, kjo të jep shpresë. Edhe tjetra është na i fal fajet tona. Jezus i vdiq për të pagu për çdo të keqe. Edhe sa herë që ndjesh në faj, apo i rënduar, apo të turpëruar, plot keqardhi, lutu kështu, Zot ma fal fajin tim. E di që e të prove, e di që e thash, e di që e bëra, Zot ma fal fajin tim. Bibla thot nuk ka dënim për ato që i takojnë Krishtit, edhe kur ti zgjedh falin e ti, shiko, Krishti vdiq për faj që ke bërë, edhe po bën tani. Ai ka pagu tashmë edhe ato që do bësh më vonë. E ka bo pagesën një herë për gjithmonë. Edhe kjo është arsye për të pas shpresë, sepse dim që gjaku i tij është i fuqishëm, e na pastron çdo ditë. Edhe shtata është ashtu siç u falim ne fajtorëve tan. Edhe kujtohu që kur dikush të bie në qafë, kujtohu që Perëndia do marrë hak për ty. Nëse jam i lënduar, të tjerët kanë lënduar, të kanë gjykuar, të kanë vlerësu, kjo ta vjedh shpresën. Edhe në këtë gjë pjesa jonë sipas shkrimit ç'është, ti falim ata, duke menuar që çfarë? Jo hakmarrja ime, Perëndia mund t'i balancoj situatat. Perëndia mund t'i balancoj dhe mund t'i rregulloj situatat, sepse Romakëve 12:19 thotë kështu: Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur. O të dashur, që Pali thot, mos e bëj këtë gjë, të kam xhan, o i dashur, të kam shumë xhan, mos u përpjek ta bësh ti këtë. Leja këtë punë zemërimit Perëndis, sepse shkruar mua më përket hakmarrja. Unë kam për t'i sjell balanca, thot Perëndia, do ta rregulloj unë atë gjë. Edhe ne që na kërkohet fale, edhe dorëzoja Perëndis që ai do e bëj këtë gjë. Edhe teta, dhe mos lejo të bijem në tundim, sepse kjo na e vjet shumë herë shpresën kur shkojmë e bijem të njëjti mëkat, të njëjti tundim, të njëjta, edhe kjo krijon mungesë shprese. Edhe është lutë siç tha Krishti, Zot më ndihmo mos të bie në tundim tek i njëjtit. 1 Korintasve 10:13 thotë kështu: A tamam, thot Pali është prap, duke fol një letër parë Korintasve, tamam, as i tundim nuk ka gjetë juve. Përveç se tundimi, ajo që po kalon ti, është shumë njerëzore, gjithë ka kalu. Edhe në herë themi ne, kur unë tundoj, kjo që po kaloj unë se ka kalu asnjëri. Te siklet këtë tundim, këtë hall që po përballun, si ka ndodha skujt. Shkrimi thot, nuk është në habi e madhe, ato që ka ndodhur ty është tundim njerëzor, shumë tjerëve ka ndodhur, por Perëndia është besnik dhe nuk do t'ju lejoj të tundojni përtej asaj që mbani, edhe bashkë me këtë do t'ju jap rrugdalje, edhe ky varg t'jep shpresë kur të ndohesh. Sepse të kujton, ai do të më jap udhëzim, edhe Perëndia do të më jap rrugdalje. Nënta na çliro nga i ligu, por na çliro nga i ligu. Edhe ç'a na kujton kjo? Na kujton fuqinë e frymës së shenjtë brenda nesh që është më e madhe se çdo lloj gjëje që mund të jetë kundër nesh. Edhe kur e humb shpresën sepse ndjen ankth të vazhdueshëm, ndjen presion të vazhdueshëm se kur ajo gjëja kundër teje është shumë më e madhe se sa ç'mund të përballosh. Shkrimi thotë lutur për këtë gjë. Jezus më çliron nga i ligu, më çliron nga kjo ligësi, nga kjo gjë që është kundër meje gjithkohës. Edhe kur e kupton këtë gjë, kjo t'jep shpresë edhe e fundit, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia e Perëndis, dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Edhe ç'a na kujton kjo? Na kujton që kjo botë nuk është fundi. Kjo botë nuk është fundi. Kur humb shpresën sepse ndihesh i mundur dhe kur duket sikur humbja është e sigurt, kujtohu që çfarë? Perëndia ka fjalën e fundit. Ai ka fjalën e fundit. Historia është historia e tij, ai do ta mbyll kapitullin e fundit. Është përkujtoja që shikoj, gjërat shkojnë e vinë, ngjarjet shkojnë e vinë, qeveritë shkojnë e vinë. Edhe përkujtoja, çfarë qeverish kemi pasur dikur Ismail Qemalin, pastaj Zogun, pastaj Enverin, pastaj Ramizin, pastaj Saliun, pastaj Nanon, pastaj Edin, pastaj Edin, pastaj Edin, pastaj Edin. Ky fundi s'do mek. Gjithsesi, gjërat ndryshojnë, situatat ndryshojnë, edhe çdo gjë ndryshon. E vërteta është
mbretëria e Perëndis është dikur në këtë vend shpallej që nuk ka Zot. Sot shpallet emri i Krishtit me liri. Edhe pavarësisht se çfarë kalon, kujtoj vetes, fundi është i vullosur, ai ka fituar. Edhe nëse ti mendon që e keqja triumfon gjithkohën edhe duket sikur kujtoj që e ti është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia. Për jetë, një ditë do t'jemi përjetësisht me Perëndin. Në vend që nuk ka më lot, nuk ka më dhimbje, nuk ka më smundje dhe ky që jemi këtu nuk është fundi.